vullneti i Zotit është dy llojesh. Vullneti i Zotit është dy llojesh. Pa besimtarët, qofart, vepër të këqinjet, a bëjnë kufër, a bëjnë gjunahe, a bëjnë kate, a bëjnë harame, me lejen e Zotit apo pa lejen e Zotit? Me lejen e Zotit. S'ka mundësi pa lejen e Zotit. A bëjnë me dijen e Zotit? Po më rëqyshja. Pa bëjnë me lejen e Zotit? Po më rëqyshja, pa lejen e Zotit sa nëzbahet. Asgjë. E pse me leju? Sepse ke futet brenda vullnetit të përgjithshëm të Zotit. Pra për ta kuptuar këtë më mirë themi se vullneti i Allahut, vullneti el irade, vullneti ndahet në dy lloje. Irade shar'iyye dhe irade qadariyye kauniyye. Dy lloje. Irade shar'iyye, dinije. Vullneti fetar shariatik. Ne kur e falëm namazin tani, a deshte Zoti a nuk deshte? Po deshte. Po mos kishte dashur Allahu, ne nuk ishim falë. Deshte Zoti ne u falë. Tani Zoti është i kënaqur me namazin tonë, sepse është interes tonë. Për ata o en tashkuru yardahu lakum. Nëse falenderoni, është i kënaqur me ju. Ne falenderuam dhe është i kënaqur me neve. Por nuk është i kënaqur me çfarë. A mua lejon, le të bëjnë qofër, sepse vetë për zgjedhen, anë pëse është në dëmë të tyne. Ne për zgjedhëm imanin, për zgjedhëm punën e mirë, por është në dobi tonën. Për ata Zotë është i kënaqur, që është në dobi tonën, dhe e dënë këtë vepër, sepse është interes tonën. Ma dje vetëm që e dënë, po në është problem për te. Në është problem. Për rahmetit vetë, për mëshirës vetë. Pra irade, dinije, vullneti fetar apo shariatik është ai vullnet që robi e bën një vepër me vullnetin, me dëshirën e Zotit brenda kornizave të Islamit. Krejt çka është e mirë që ka urdhëruar Zoti, që ka urdhëruar pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam vepruar dhe ne veprojmë, futet brenda irade shariat. Deshte Zoti dhe ne e bëm. Deshte Allah ndërtum xhamin. Po mos dënë të Allah kështu ndërtu xhamin e ja, deshte Allah dhe mësum në pjesë Koranit. Po mos dënë të Allah kështu mujtë me mësu Koranin a, deshte Allah dhe mujta me shku me taku filanin, mujta me nimu filanit, mujta me bë këtë punë. Deshte Allah shkova në haqë, po deshte Allah më refishku në haqë, deshte Allah gjëra në Ramazan, po mos dënë të Allah që shë gjë Ramazanit ti. Pra është vullnet shariatik fetar. Ta pleje, ta mundësën, është i kënaqur me këtë vepër tonën dhe s'ka problem për te. Përballë kësaj është vullneti natyror, e që quhet irade qadariyye kauniyye. Vullneti natyror është për qëllim punët e përgjithshme që ka bëhen të njeriu, të krejt njerëzve, madje krijesave të tjera. Musliman e ju musliman është vullnet natyror. Dan Allah pra, dan Allahu, dan jo e dëshiron, por jep ka vullni, jep leje, mu bë keq, bëhet keq. Sepse njerëz e lypin, jep leje për keq. Andaj, kufri pa besimtarit, pirja e alkoolit atij gjënaçarit, vrasja e kriminalit atje njerin e pafajshëm. Dhe kështu me radhë futet brenda vullnetit Zotit natyror, vullnetit përgjithshëm të Allahut. Por këtë vullnet futen edhe veprat shariatike. Për ata vullneti natyror është më i përgjithshëm se sa vullneti shariatik. Vullneti natyror futen krejt veprat e mahlukatëve, krijesave të Allahut, në mesin e tyre të veprat e njerëzve të mira të këqija. Ndërsa në vullnetin natyror shariatik futen vetëm veprat e mira të cilat i dhan Allahu azza wa jalla, pra është më i ngushtë, në kuptim më të ngushtë. Kjo është pika të shkurtra e që për këtë kemi të cekur më gjatë edhe në akidet e havije, edhe në librin atje kaderri, edhe në jetët që ka kaluar më herët, andaj nuk kemi kohë për më nalë më gjatë.